vetë Kur'ani. Edhe ashtu si nga dita që është pall paranimi e 470 vjetëve parafërsisht, e deri më sot hala është mrekulli. Edhe hala është burim inspirimi. Edhe hala është burim i udhëzimit. Edhe hala është sfidë për njerëzimin. Sidomos shekullin e 18 edhe shekullin 19, kalendarit gregorian, janë mundu shumë misionar me gjetë mangësi dhe dobësi në Kur'an dhe me e demantu atë. Dhe me dalë para botës, jo muslimanëve dhe me thonë që ki Kur'an s'është mrekulli, ashtu si pretendojnë muslimanët, por është një libër i shkruar nga Muhamedi dhe që ja ka kundërthonje mes vete edhe ka mangësi dhe dobësi i cili tregon se nuk është libër hyjnor. Mirë po s'kanë mujtë. Edhe që është më interesant, të gjithë ata që janë fut në këtë betej, më interesant është se janë bo musliman në fund. Dhe për këtë shkak, pasi që s'kanë arrit ata me demantu me fakte, argumente, qasja analitike, shkencore, në shekullin e 21, çka bëjnë ata? Mundohen me djek. Pse s'mundën me demantu, mundohen me djek. Realisht, djekje e Kur'anit, me gjithë se për neve shumë provokim i rëndë dhe i madhe dhe na pengon gjithsesi dhe jemi kundër asaj, ama realisht është moment triumfi për muslimanët. Se pasi që se sikur ata të kishin mujt me demantue tekstin e Kur'anit s'kishin shku me djek. Po e kishin marrë, e kishin bu me fletat mëdhoja, sa muri edhe i kishin nxjerrë njerëzit thonë që shifni që këtë faqe të Kur'anit që i ka 100 gabime brenda. E s'ka nevojë me djegaj, se kur të argumentoj gabime që i ka faqe e Kur'anit, ma kese me djeg është. Ama ai nëse përhap një faqe të Kur'anit dhe tenton me gjetë gabime, realisht ka me qenë burim inspirimi për këtë ata njerëz që e shohin edhe me shtu besimin te. Edhe ata kur e kanë pas se s'muj me demantu Kur'anin, me studimet e tyre analitike dhe shkencore, me debate që kanë pas shumë priftër me hoxhallar dhe davexhi musliman, e kanë pas se ashtu s'kanë mundësi me demantu Kur'anin, e kanë thonë atëre veç se me djek. Veç se me djek. Andaj kjo është moment triumfit të Kur'anit ka shqytëre. Pse se ajo që demantohet me logjike dhe me shkencë nuk ka nevojë digjet. Se pastaj e djek ai vetë. I thari ati libri që demantohet me fakte shkencore dhe logjikore, ai vetë ka me djek. Ama ata pse s'mundën me demantu e djekin. E keni qartë, kjo është një element besoj që është shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm për ta kuptuar se këto janë momentet triumfit të Islamit, megjithëse neve na dhe edhe normalisht që janë për tek na urrejtja dhe neveri ajo që bëjnë ata, por realisht kjo është moment triumfi edhe elhamdulillah umeti islam është jetuar në një periudhë shumë të rëndë me sulme dhe agresion shumë të ashpër, por realisht kjo është fundi i vuajtjeve dhe dhimbjeve dhe fillimi i një mëngjesi të ri me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal, ku njerëzimi dal nga dal po vjen me një qor sokak, vjen në buzë të greminës dhe kërkon zgjidhje dhe shpëtim. Pasi që ka provu këtë. Dhe në kësi situata do të vetë se Islami, vetë se Kur'ani, vetë se udhëzimet e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë ato që ofrojnë shpëtim për njerëzimin. Dhe elhamdulillah na e shohim do të ketë në 10.000 njerëzi që e pranojnë Islamin në botë. Edhe unë e përmenda në ders sabahut para disa ditëve, e lëngosha një hoxh në Francë, dhe këtë na në qendrën islamike, çdo ditë vishin me 10 njerëz që pranojnë Islamin. Me fillimin e luftës në Gaza, u rrit numri për 10-rave në 2-3-400 jo muslimanë që pranojnë në ditë Islamin. Edhe e bëni krahasim shumë të bukur. Tha, nëse ishte që atër ka domethënë muji i tretë i luftimeve, ka fundi 60 ditë e luftimeve, se tashmë 100 ka përsi,
Tha, nëse janë vrarë 20.000, 19.000, 20.000 në Gaza, aq jo muslimanë kanë unë islamin në qendrat tona islamike në Francë, veç Francë. Domethënë, nëse 20.000 muslimanë i kanë vrarë ata me raketa, 20.000 jo muslimanë janë bërë muslimanë. Kjo është një prej ndodhive shumë interesante që kanë ndodhur brenda këtyre ditëve në botë, edhe tjetra që megjithatë ata kanë vrarë 23-4.000 deri tash është bo numri, po aq fëmijë kanë lindë Palestinë. Palestinë, aty ku luftohet në Gaza. Aty ku s'ka spitale më të rregullta, aty ku s'ka ushqim të rregullt, aq sa kanë vrarë aq lindin. Për me treguar se ummeti islam është ummet i cili akoma jep shumë më shumë sa që i marrin tjertë. Edhe kjo është njëra prej lajmeve, domethënë, demografike, të zhvillimit demografik, edhe të pranimit të islamit në botë, që jo rastisht është parapar se viti 2050 ka me qenë islami fe dominante në botë, fe me shumicë në botë. Veç më është të urit 2.2 miliardë janë bo muslimanët, dhe nuk i duhet edhe shumë për me kalu katolik që janë 2.3 miliardë, po në përgjithësi me këtë trend që është shku bota dhe me këtë degenerim moral dhe këtë udhtim drejt humnerës të njerëzimit, njerëzit do kthjellën, sidomos lufta e fundit në Gaza, është njëri prej shkaqeve që njerëzit me kuptu se shumë qeveri në perëndim dhe shumë filozofi në perëndim dhe ajo demokraci që i trumpetoi asaj parafërsisht 60 e fundit se është maksimumi që ka arrit njerëzimi, është asgjë, është një lloj mashtrimi dhe rrene e madhe, dhe se na duhet me gjetë diçka tjetër për me i dhon vetës kënaqësi, lumturi, normalisht një mirëqenie, edhe një zhvillim social dhe politik i cili fatkeqësisht nuk është në botë.